SIDA është vlerësuar si sëmundja më e rrezikshme viteve të fundit. Ajo shkaktohet nga virusi HIV që mund të qëndrojë në trupin e një personi për shumë vite, duke mos dhënë asnjë shenjë të dukshme, që do të thotë se dikush mund të jetë mbartës i virusit dhe përsëri ndihet shumë i shëndetshëm. Shefi i epidemiologjisë në Vlorë, Agrun Bashllari, thotë se të gjitha gratë në shtat Zani testohen për këtë virus. Vitin e kaluar në të gjithë vendin ton ka patur 127 raste, ndërsa 7 kanë humbur jetën. Edhe pse kultura në popullat për testimin ka patur probleme, gjithsesi sipas Bashallarit vihet re një përmirësim. Transmetimi kryesor ndodh në moshat e reja, 25-45 vjeç. Përgjithësi të gjitha gratë testohen dhe në shtat Zani ne kemi kapur raste në vitet e mëparshme dhe gra shtat Zana dhe që kanë lindur dhe fëmijë si me HIV, por edhe pa HIV pikërisht për shkak të kapjes në kohë. Pra shumë e rëndësishme kapja në kohë të hershme. Ajo që ne shikojmë si problematik në Shqipëri, në tërësi si kundur është dhënë në raportet në nivel kombëtar, është kapja e vonshme e rasteve. Duke pat parasysh rastet e vitit 2025 në nivel kombëtar 125 raste, ku 15 prej tyre kanë humbur jetën, 7 prej tyre janë diagnostikuar pikërisht në vitin e fundit. Pra kjo tregon kapje të vonshme. Edhe pse bet një informacion masiv duke filluar që nga kurrikulat shkollore, që në ciklin 9 vjeçar në gjimnaz e me radhë organizata të ndryshme, institucione shtetërore, qendra shëndetësore, mjekët e spitalit, prap kultura në popullat në këtë drejtim për t'u testuar, ka akoma vend për përmirësim. Është e nevojshme që kategoritë më në risk që siç e dihet transmetimi kryesor ndodh në moshat e reja, pra 25-44 vjeç, pra janë dy fasha 10 vjeçare, të cilat kanë një transmetueshmëri ose një sëmundshmëri të lartë në këtë sëmundshmëri të përgjithshme, rreth 27 dhe 28%. Pra kjo është grup mosha ku kjo sëmundje është më tepër e përhapur, por njëkohësisht janë dhe moshat e reja. Sipas Bashallarit, marrëdhëniet seksuale tek të rinjt fillojnë në moshë të hershme dhe duhet patjetër kultura e testimit. Sa më hershme të jetë nisja e marrëdhënies seksuale, sipas shefit të epidemiologjisë, aq më i vogël është informacioni në popullat. Është që ne duke ditur që marrëdhëniet seksuale si rruga kryesore e transmetimit fillojnë tashmë pra nga vlerësimet e sjelljeve në grupet e të rinjve fillojnë që në moshë më të hershme. Rrjedhimisht duhet të kemi kulturën pra për të testuar, për të parë pra ku jemi në raport me këtë sëmundje, pasi dihet që sa më të hershme marrëdhënie seksuale, aq më i vogël është informacioni që mund të ketë pra personi që kryen marrëdhënie seksuale dhe për më tepër dhe pasojat janë më të mëdha nëse kapet me vonë. Ligji për kontrollin e HIV-sit parashikon qartë disa etapa, ndërsa sipas Bashallarit edhe çiftet e reja duhet të kryejnë testime kur planifikojnë një shtat Zani. Ligji për kontrollin e parandalimin e HIV-sit, i cili daton që në vitin 2008 parashikon shumë qartë pra të gjitha aspektet pra lidhur me si me kontrollin e parandalimin e HIV-sit, me testimin dhe aty është dhe pjesa pra e kontrollit familjar, ajo çfarë ju thash dhe më parë, ku nxiten çiftet e reja, pra përpara se të konceptojnë pra një fëmijë të arshëm të kryejnë testimet për të mbrojtur pra për të ditur statusin e tyre, por njëkohësisht edhe për të mbrojtur pra fëmijën e arshëm. Dhe aty është e qartë dhe pjesa e testimeve vullnetare. Pra çdo person që ka kryer një marrëdhënie me risk ose ndihet në rrezik që mund të ketë marrë infeksionin duke menduar një marrëdhënie seksuale, e cila është rruga kryesore, por jo vetëm, apo ne kur personat që vinë testohen për HIV-AIDS dhe i marrim në intervistë, i pyesim dhe për rrugë të tjera të transmetimit, edhe pse janë shumë të rralla, që do të thotë ndërhyrje mikrokirurgjikale, pra transmetimi nëpërmjet ndërhyrjeve kirurgjikale, të cilat mund të jenë qoftë nga stomatologët, nga dentistët, apo përdorimi i tatuazheve, pra bërja e tatuazheve. Këto janë rrugë pothuajse shumë të rralla dhe nuk është se ne kemi konstatuar. Por në bazë të ligjit, ajo çfarë është e rëndësishme është i bet kontrolli i gjakut. Pra, dhënia e gjakut është me ligj pra bet kontrolli i gjakut, jo vetëm për HIV, por për disa sëmundje.
tjera infektive. Njëkohësisht dhe në protokollet spitalore për ndërhyrje të ndryshme, pra ndër egzamimeve të ndryshme është dhe pjesa e testimit për HIV/AIDS. Pra të gjitha këtu janë programe skrinuese për të zbuluar pra një situatë shëndetësore që mund të paraqesë probleme të mëtejshme.